Në përshtatës, aktor apo si investitor strategjik? Jo, ishim ullur me prokurorin në një kafe dhe pa dashje mori celularin tim, ja solla të tjenë dhe mora tim. Gazmend Paja, aktori i programit Kabare Portokalli, ka vendosur të pezullojë aktivitetin e kompanisë, me të cilën fitoi statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një kompleksi turistik në Dhërmi, me vlerë rreth 14 milion euro. Në 19 janar të këtij viti, ai njoftoi Qendra Kombëtare e Biznesit se ka vendosur të pezullojë për një afat të pacaktuar veprimtarinë tregtare të shoqërisë Ecotech Energy Service. Në dokument nuk jepen arsye të këtij vendimi, por lëvizja ngre pikpyetje mbi historinë e shpalljes së tij si investitor strategjik. Gazmend Paja, prej vitesh aktor në skenën e Portokallisë, ka ushtruar edhe aktivitet privat në fushën e beach barit në Dhërmi. Ai është i njohur për raportet e ngushta me kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e arrestuar të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Emri i tij rezulton edhe në dosjen hetimore të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lidhur me një apartament të përdorur më parë prej tij. Në vitin 2019, Komiteti i Investimeve Strategjike, i drejtuar nga Rama, miratoi statusin e investitorit strategjik për projektin Dhërmi Resort. Projekti do të realizohej nga Startech dhe Ecotech Energy Service në një sipërfaqe 133.000 m2 në territorin e Himarës. Ecotech Energy Service në pronësi të Pajës ishte blerë prej tij në prill 2019 për vetëm 100 lekë. Shoqëria nuk kishte publikuar bilance tregtare dhe nuk dihej nëse kishte pasur aktivitet real. Megjithatë, 5 muaj pas blerjes, aplikoi së bashku me Startech dhe fitoi statusin e investitorit strategjik. Përfshirja e një kompanie pa bilance të deklaruara në një investim 14 milion euro nuk ngriti alarm tek institucionet. 7 vjet më pas, Gazmend Paja vendosi të pezullojë aktivitetin e saj.